Territori shqiptar për datën 17 maj 2026 do të karakterizohet nga mot kryesisht i vranët me reshje lokale shiu dhe temperatura të freskëta për periudhën. Paraditja do të jetë me vranësira të dendura në shumicën e zonave, ndërsa reshjet e herpashershme priten kryesisht në zonat qendrore dhe jugore. Pasditja sjell përmirësim të lehtë të motit në disa qytete perëndimore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 20 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 2 deri në 4 orë me diell. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar, rreth 2 deri në 4 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:13 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 21 minutë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 10 deri në 20 gradë Celsius. Kukës, 8 deri në 18 gradë Celsius. Peshkopi, 7 deri në 16 gradë Celsius. Tiranë, 12 deri në 18 gradë Celsius. Durrës, 14 deri në 19 gradë Celsius. Kavaj, 11 deri në 18 gradë Celsius. Elbasan, 11 deri në 18 gradë Celsius. Berat, 12 deri në 19 gradë Celsius. Korç, 5 deri në 15 gradë Celsius. Vlorë, 14 deri në 18 gradë Celsius. Gjirokastër, 9 deri në 17 gradë Celsius. Sarandë, 12 deri në 19 gradë Celsius.